Për mua, rezoluta që pritet të kaloj nesër në parlament dhe shpresoj që deputetët e parlamentit të më dëgjojnë me vëmendje, është një nga rezolutat më të rrezikshme në historinë e Shqipërisë pas komuniste që nga viti 1991. Domethënë, ne kemi disa gjëra këtu. E para kemi kryeministrin Rama, i cili po bën një luftë ekzistenciale. Ai ka frikë që mund të përfundojë në burg me Spakun. Dhe ashtu sikur Benjamin Netanyahu, i cili rrezikon burgun në Izrael dhe rri vetëm duke hapur luftra, se po nuk hapi luftë, ato do ta fusin në burg. Edhe Edi Rama në Shqipëri po mundohet që të luaj kartën e Izraelit, domethënë të krijojë sa më shumë konflikt të jashtëm, që të heqi vëmendjen e ndërkombëtarëve, të cilët po i bëjnë presion për Belinda Ballukun dhe Spakun, duke krijuar konflikte artificiale që i shërbejnë atij për të minuar tensionin që ka ndërmjet. Në raport me Iranin ai ka qenë konsistent. Ndërsa, jo, nuk ka qenë konsistent. Domethënë në raport me Iranin ai ka ndryshuar shumë me ardhin e Trumpit, se në kohën e administratës Biden, në vitin 2023, Rama i çoi Spakun mujahidinëve, u mori serverat dhe kompjuterat me të cilat ata bënin sulme terroriste kibernetike në Iran, dhe i kërcënoi mujahidinët, i tha, u kemi sjellur këtu dhe do rini urt. Tani që ka ardhur Trumpi, ai e ka ndryshuar politikën dhe duhet dalë tek rezoluta. Rezoluta nëse kalon nesër në parlamentin ton, do të jetë një tragjedi e madhe kombëtare për shqiptarët. E para, Shqipëria nuk është në luftë me Iranin dhe nuk ka asnjë arsye që ta shpalli Republikën Islamike të Iranit një shtet terrorist. Në gjithë botën janë vetëm 2 vende që kanë shpall Iranin shtet terrorist, ai është Izraeli dhe Amerika. Izraeli dhe Amerika ka të drejtë ta shpallin Iranin terrorist sepse ata janë në luftë me Iranin. Po gjithë bota e qytetëruar, duke filluar nga Greqia dhe Italia fqinj, nga Franca, nga Norvegjia, nga Danimarka, gjithë bota e konsideron Iranin një vend normal.